Kur hina në shesht pëdevës, I pari njëri që më ronë sy, kjeti, që kjeti e falë namazin. Inshallah kam shpërblim se më në vend punës edhe do të me kriju obligimet, e kem obligim s'kjetës. Në ka, dikuj e vjen në segjada vjen e blen, dikush e blen në Koran, dikush e blen në qerapa, tash më të kallzuar shumë sinqerisht. Vallai, ka njerëz që vin blen veç ju dhina, që vjen xhenat që më shojnë. Ky është botim që u bë të dalloj njerëzit të mua vinë çtu më thonë, apo nuk ta den derën në xhami se vjen më kallzon thot peshat Koranin. A ke lexuar këtë Koranin? Po 2 herë. Më shumë tregu çka ke kuptuar pe Koranit. Kom kuptuar se nas jena kërkon. Çush do na më dolna para Allahut. Me të këtë gjëna me këtë sene. Nëse kishte taku profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çka kishte pyet? Se çka kishte thonë? S'kisha pas syrin të për para hes. Pse? Mirë, faleminderit, alhamdulillah, nashfa. Kur hina në shesht pëdevës, I pari njëri që më ronë sy, kjeti, që kjeti e falë namazin, këto... Po zakonisht qëto se vend punës e kam edhe ku më shku. Qëto vend e punës, të inshallah kam shpërblim se më në vend punës edhe do të me kriju obligimet, e kem obligim s'kjetës. Tregam ti që sa ku punon këtu në shesh, që shet për shosejzde, Kur'an. Punë intenzive, se unë punoj prej 2002-ës, po punë intenzive në shesh, tama në regullt, me që karrucën jam që 2 vite, pa ndërprej, edhe që shto po menej që me vazhdu se Albinës më lëshhaveni. Tregam, tha që 2 vjetë je të punu së qesh. A mundesh me bujdare? Apo ka punë? Mesatarisht, vallahi një, që ta shkojnë e punët jo, po alhamdulillah nuk po du mu ankue se nuk jem të hik, alhamdulillah, shnash jem rat, jem shpjeton, jem, po nuk është punë e knaqme. Një rrugë që më thonë ja vlenë më nejtë që të nuk e nëzjerë, po ka më shku. S'ke ka më shku, edhe është probleme që nuk moj më shku dikon më punu, se këto të na nuk e apët hoka. Thuaj që të nuk japet hoku hak tamam. Vallojnë jo, pasha zotin jo, ase nuk japet hoku kamarierit, as nuk japet hoku ndërtimtaria, as nuk japet hoku sigurimet as kërkujna. Po në që të me dë shoke po të lofin, 50 euro të japër parem Roma me kësyu një qanë. I merë 4 qaj, I merë mon, 200 euro I merë mujtë. Më shku më punu dikon në eks fabrikën, nëse të shka më shku më punu rejtor, të edhoj 180 euro rrugë. Ta shlogarite? Nuk ka pogë, nuk ka korqo, që në market që të kësha mujtë më punu menager. Se kam përvoj pune që 21 vjetë. Jemi bindën që shkollë nuk kam so kanë ata menagerat. Po përvoj pune kam ma shumë se krejt menagerat që I punojnë në për centër tërktore. Po nuk të erë, shkojnë hajtë të këqyrëm, hajtë njerë po në të këqyrëm, nuk në di rast që ka pos 9 vjetë përvoj pune, kur shku me një market më kërku pune, ka në bërë rogën 180 euro. Kjo është ma shumë se të merë. Po çka ki më bo? Ti bëllë që ma shumë ki hesap me punu këtu? Nuk po thëm që kam hesap, mës të ngatrojmë senet. Nuk po thëm që unë kam hesap që të unë të regohë, por që kam hesap që ta shë këthej edhe I cipi shpije. Po nuk po muj më shku më punu se nuk ta ap hokën. Okej, të shkollë dhe që nuk ta ap hokën hak? Unë që të në thamë 100 euro nëzirën mujtë. Po nuk muj më shku më punu dikon për 180 euro, kur ja kryj punën atina për 2.000 euro. Hada në mujtë ai me e merë 2.000 euro për çat punën që kryjën. Se mos më më dhonu 500. As kohën nuk ka sigurim shëndetësor, as nuk I kontribut, as nuk I kur gjo, të stilë më punu jashtërarit, nuk ta paguën që të sana. A më dregon kështë, qka qitet mas shumë t'i vej këto në produkte që I mu? Nuk ka diçka që mund është me vequ një produkt. Nuk ka, dikuj e vjen në segjada vjen e blen, dikush e blen në Koran, dikush e blen në qerapa, tash më të kallzuar shumë sinqerisht. Vallai, ka njerëz që vjen blen veç ju dhina, që vjen xhenat që më shojnë. Konë shtunë së të mërkurët të ka blenë njone për me e murë në parfem, me murë dhe shëropa, veç që jertë kështë që më po, se jo që I kanë vidhë qka, jam I bindën kësha. Veç për shkak? Veç, abdin, hajtë, për tani maj pak, të bëjt dhe pazore, dhe garantja ka folë dikojna shëropat, se si ka më dhëvet. Nga veç të saraj që to se tani mujnë më kesh këptu kur te pas tani. Që këtë bëtim e koronit është bëtim që u bo për mu shqit. Që është koroni që botohet për më jap falas, edhe ai që botohet për më jap falas, nëse e shet është haram. Ky është botim që u bë të dalloj njerëzit të mua vinë çtu më thonë, apo nuk ta den derën në xhami se vjen më kallzon thot peshat koronin. Nuk është problemi që unë peshat koronin. Ky është botim që u bë për më shit edhe unë e shes. Botimi që bëhet për më jap falas, unë vetëm më jap falas, më kanë pru që to ord, ja kam lënë falas. Ky është botim që I kombleme por edhe I shes me por. Çka? Çka është? Tregam,
A ke lexuar këtë Kur'anin? Po, 2 herë. 2 herë ke lexuar. Po. Më shumë dregu çka ke kuptuar pe Kur'anit. Kom kuptu që nësina kërkon. Pse si na kërkon? Vallahi jo, qërë, në sen që kom kuptu është që, elhamdulillah, që mëshira Allahut e te ka lënë hedhrimin edhe dera pendimit është qelë për se cilin, po në bos, unë që kom arrit që kom lexuar dhe tefsire sanë, me punë që bojnë ana kërkon qina. Allah na përmesoft tonë se, ja, se di, që në për njësa për vetet, pja për këtej vete dhe juve dhe se cilët, pës, ja, nuk je, që po thojnë, apo thojnë as për jetën për para. Unë që të jem zë ditë kam punë pej kretarit të po flet vinë që sa që të vjen kretarit nga përshëndet sa në kret me kret kategoritë të njerëzve kam bëj. 80% e popullit janë kredi. Jo për harome të mëdha. 5% në fojde të njerëzit që kanë marrë. I kije një 70% popullit që janë të martuar s'kan në qa me grua hiç që kanë haram vden s'kan në qa me grua hiç. E ka marrë, ja ka dhënë boba, s'ka dhënë boba sana. Që jetë ndo për haromeve të mëdha. Qëtu, tash të lom edhe tira cana që e rene, mashtrane, në kur që bre në vogë, si që kështë, atë në vogë të bëndë dhe verë. Cana, qëtu jenë cana që nuk në lërë me shku për pora. Allah në për me si oftonëve se nuk, a ke po, hinë në market, 1 cent nuk ta këthen. A është haki ytej. Qa përresën ma? 1 cent për te, 1 cent për atin, 1 cent për atin, a so njerëzë këtë. Qa, qysh dojna me dollë në para Allahot? Me të këtë gjëna, me të këtë sanë. Tregom se ta bëj një pyetje. Nëse kishte taku profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çfarë kishte pyet? Se çka kishte thënë? S'kisha pas film të për pola heq. Pse? Fal. Allahu të rujt. Pse Pse s'kishe pas film të për shkoku i gjënë më shkoku i sanë, që sabden që i kom bohu në që nuk i ka bo edhe në ka parasit mësë me i bohu, po e na i kena bo. E që sanë vjen, sabden në vashpuar me i shakon i tërpnu me dalë për parë. A i pëndu të Allahu që i ki bo ato gabim të gjë? Po jo, nuk është probleme se alhamdulillah s'kom bo kur gjohë në abden në atë aspektin, s'kom vro njerëza s'kom vro, po që të dikune ja thunë, fjallë dikune abden këtu jenë të gjënat vëgla që në ditë kur llogaritëm kanë me dalë shumë. Çdo ditë më nëna mu pendu më kërku folën sana, po abden në krahasim për mu taku me Muhamedit alayhis salam kam shumë gjënoa. E në çata aspekt abden e këshën i vetën i tërpnum. Shkoku që ai na ka porositë sana, abden kalon shumë sana krejt ai në forfur më kon koroni gjallë që ka ecën në tokë. E na sina kërkon. Allah na përmirësoft. Amen. Jo, unë nuk Amin, unë nuk e hupim shpresën në filën e Allahut, por që ta më nëna më gëni për kushtuam, s'pa them që bëj diçka po na thotë, më nëna thash, Allah na fal tonë, çfarë po? Allahu të rujt, Amin tonë inshallah. Bofshin shpërtmirë inshallah. Amin, ya Rabbi. Respekt. Allahu të rujt, amin.